Miqtë Prizmës. Dy element të bukur, të interesant, të mrekullueshëm, mund të them, janë ajo mbledhja e asamblesë qytetare, konstituimi i asamblesë qytetare të Flamingove dhe zhurma e madhe e Dua Lipës, e cila bëhet bukshkala më e madhe e Edi Ramës. Po e filloj nga kjo e fundit, sepse sigurisht nuk duhet zgjatem. Dhjetra për madhësinë e saj muzikore dhe për peshën e saj, dhjetra testatat mëdha, Independent, Times, New York Times, shumë e shumë. E vendosnin Dua Lipën në radhë të parë kundra Jared Kushner, kundra Ivanka Trump, kundra qeverisë shqiptare. Mirë po aty askush nuk sqaronte që Dua Lipa është bukshkal për Edi Ramën, i cili e ka lejuar të privatizojë dhe të marrë, të ndërtojë, të blejë, të bëhet qytetare shqiptare, atë dhe teatrin e saj Dukagjinin, të Kepi Merlin, një vendet ekskluzive të Shqipërisë. Dua Lipa sigurisht është bukshkal, sepse sigurisht i ngjan babait saj, Dukagjinit, por ajo mund t'i shtosh, asaj mund t'i shtosh edhe një lloj, ku diun, xhelozie të jashtëzakonshme edhe për koncertin e Kanye West. Të gjithë lavdinë e do ajo, bile ajo është në një farë mënyre edhe xheloze edhe për Rita Orën. Por sidomos kjo e Kanye Westit ishte goditje për të. I ati saj Dukagjini do që ta monopolizoj, si me koncertet që ka në Kosovë, në Prishtinë, po edhe në Shqipëri. Dhe sigurisht i dhënë mas paras, i dhënë mas dollarëve dhe eurove, nuk i ka dhënë mirë edhe njëkohësisht. Nuk i ka ardhur mirë edhe njëkohësisht. Janë pjesë e antitrumpizmit, pjesë kundër të djathtës, kundra konservatorëve amerikanë, të djathtës në përgjithësi, dhe miq të një ultramajtizmi të çmendur dhe budalla në përbot. Dhe sigurisht kjo e ka bërë që në një farë mënyrë të quhet edhe, sipas mejet, edhe bukshkal edhe për Edi Ramën. Edi Rama nuk i ka asnjë faj Dua Lipës. Ajo bashkohet me Flamingot aty sepse sigurisht ka karakterin e tillë. Sepse ajo është një nga thyrset e para të natyrës aty, shkatërimit të natyrës, sepse sikur të jetë projektuar përpara, sikur ta ketë blerë, është një vil betoni në Kepi Merlin. Por normalisht ajo është një leje dhënë nga qeveria shqiptare, nga Edi Rama, dhe ai e marr përgjegjësinë sigurisht. Por në kontradikt të jashtëzakonshëm edhe në bukshkalësitë saj dhe të babait saj, normalisht, tregohet edhe vlera njerëzore e Dua Lipës. Sa këngëtarë të mëdhenj janë të tillë, të vegjël njerëzor, janë me qindra, janë të mëdhenj si art, po janë të vegjël njerëzor, janë të vegjël si njerëz, krejtësisht vegjël si njerëz. Nuk mund të flasësh kështu kur je ti e tillë. Kur ti vetë ke një vil e cila është ndërtuar me ato parime kundrejt cilës po flet sot. Ajo vil në Kepin Merlin ka prishur bukurinë e atij vendi, sepse është një vil betoni në disa shkëmbi në një gjit mrekullueshëm. Bile Ivanka bashkë me Jared Kushner nuk kanë arritur akoma të kenë leje të ndërtojnë diçka, kur Dua Lipa e ka blerë. Shumë kanë thënë e shtetasi shqiptare është kosovare. Po pastaj? Edhe pastaj, që është shtetasi shqiptare dhe kosovare. A kuptoni idiot si janë njerëzit e barabartë në botë. Të gjithë duan të bëjnë biznes, të gjithë duan të blejnë, të gjithë kanë të drejtë të blejnë edhe në bazë të kushtetutës shqiptare mund të blejnë. Po duke zbatuar rregullat dhe duke mos pasur
dashurin për vete dhe rregullat e thyera për vete, dhe pastaj të tregojnë gishtin, siç bën edhe Dua Lipa, vajza e Dukagjinit, për Ivanka Trump. S'ka asnjë dallim midis famës së Dua Lipas dhe famës së Ivanka Trump. Nuk ka asnjë dallim nëse është Dua Lipa shtetase shqiptare, nesër mund të jetë edhe Ivanka Trump, po ta kërkojë do t'ja japin. S'ka asnjë lloj dallimi. Ashtu si kundër nuk ka dallim që të ketë si shtetase britanike edhe Dua Lipa e kepi Merlin. Tash kalojmë ke Asambleja, Kuvendi Qytetar Popullor, nuk e di si e quajnë. Sigurisht unë e di se çfarë kuvendesh edhe çfarë qyteteria kanë këta. I kanë dhënë pamje Top Channel dhe disa të tjera, brenda për brenda tyre. Shikohen grindjet dhe shikohet se kush dreqin i prezanton dhe kush dreqin është. Sigurisht që do të grindeshin për mungesa, jo jam unë këtu e jam unë aty, jo ky bën a ky stu. Por këta nuk i thirrën, ata i thirrën, jo se kishim lënë kështu, jo kështu, po futen një armiq, jo këtë kuvend e blen Rama, jo e blen Berisha, jo jeni kështu, jeni ashtu, sepse sigurisht nuk niset me ideale. Ato aty në shesh nuk kanë ideale, kanë thjesht marrëzira ultramajtiste. Dhe e bukura ishte se viktima e vetme, par excellence, ishte Selami Jenisheri. Më në fund, flamingot gjetën të nxirrnin realisht jashtë. Dhe ky kush ishte? Sela i shkret, i cili kishte ardhur me biçikletë. Apo me autobus. Me biçikletë më i shkreti. Edhe e lidh se mos ia vjedhin. Dhe flamingot të nxjerrin për jashtë. E Selamia i shkret, Sela e thot, ore i them policisën, ka njën e shtetit. Këta s'ka në cilojnë njën e shtetit, as djeni nëse çfarë shtetit është, se e kanë armik. Sepse sigurisht janë neomarksist, janë ultramajtist. Këta dhe kur të bëhen nuk do të mundin të bëjnë 1%. 1%, këta që përfaqësojnë edhe duan të bëjnë Shqipërinë, duan që të largohet Edi Rama, këta zëvendësojnë Edi Ramën. Ja po ja them unë, këta nuk zëvendësojnë dot as Sali Berishën. Mua po të më pyesësh, do këta apo Sali Berishën, unë që nuk e shoh me sy të ballit një kriminal si Sali Berisha, do thosha mbleni Sali Berishën, sepse sigurisht kanë një djeni për shtetin. Këta as djeni për shtetin, as djeni për rregulla, as ligje nuk kanë. Këta janë thjesht marrok, idiot, ultramajtis, revolucionar, flamingo, Che Guevarist, të cilët jo 1%, e 2%, e 3% që ka qorri, që sigurisht ka disa ideale, disa rregulla partie. Po as 0.5% nuk do marrin. Dhe marrëzia e tillë e cila sigurisht nuk ka lidhje me këta, po ka me botën. Sigurisht bota e ka për gjithë këtë marrëzi, ju ka dhënë ndihmë dhe i shumëfishoi. Është ajo bota kundra Trumpit, ajo bota kundra familjes tij, kundra Amerikës, e cila i gjithë ultramajtizmi botëror, komunistat dhe flamingot e botës, që bën gjithë të zhurmë të madhe. Sa për këta dy shifet shumë shpejt fundi dhe marrëzia. Për 50 ditë që e kanë marrë zvarr Tiranën, dhe që sigurisht kanë lejuar edhe Berishën të bëj pak pushim. Dakord, miqtë e mi?